Tash kornizën e re e vendosim si kornizë të dytë. Kjo kornizë është e pjekur. Ja. Kjo kornizë shkon në katin e dytë. Në mes. Përshëndetje shikues të kanalit tonë Mbledharia Shqip. Mirë se vini në episodin e radhës në të cilën do të flasim për zgjerimin e kolonizë dhe vendosjen e depos. Është një pyetje që shumë shpesh na kanë ardhur si ta zgjeroj koloninë ose më saktë kur duhet të zgjerohet kolonia dhe pse duhet ta zgjerojmë koloninë. Kjo video i referohet më shumë bletarëve të ri, bletarëve fillestar, por se bletarët me eksperiencë vetëm i din këto. Kjo është një nga teknika që përdori unë, ndonjë bletar tjetër përdor ndoshta teknikën e tij, sepse në bletari nuk ka, më thonën, dogmatizëm. Kështu edhe pikë, por secili bletar punon me teknikën e vet. Ju paralajmëroj se kjo koloni ka arritën 8 korniza pjellje. Sepse në pajtëshmëri me shumicën e bletarëve, kur kolonia arrin 8 korniza të plota me pjellje, atëherë ajo është në fazën e zgjerimit për arsye se më nuk ka vend dhe ka gjasa të rois. Kështu që unë për këtë video vendosa që ta shohim bashkarisht këtë koloni dhe të vazhdojmë me procesin e zgjerimit. Por para se të nisim me procedurën, fillimisht duhet të përgatisëm 10 korniza të reja ose të punuara. Nuk ka rëndësi, por në këtë koloni unë kam vendosur që të vendosi gjitha kornizat e reja për arsye se në katin e parë thuhet se shumica e kornizave duhet të ndrohen. Kështu që do të bëjmë edhe ndrim të kornizave. Kjo është gjendja e kolonisë. Nga kapakut, shpesh shihni. Më thonë është e mbushur me mis. Kjo është edhe një prej kushteve kryesore për ta zgjeruar koloninë, për t'i dhënë hapësirë punuese. Këto afër meje më njerë gjithas kam përgatit, siç thash, arkën me 10 korniza të reja. Fillimisht 2 i bëjmë gati afrim këtu, sepse këto do t'i vendosim në katin e parë. Nga mesi kuptohet. Edhe një këtu. Për mos të humbë kohë, për mos të humbë kohë që të kontrollojmë kornizë pas kornize, ose nuk e di, unë për vete e di se është gjendja, por për shikuesit dhe të nxjerrim kornizën e dytë. Dikush i thot korniza e 9, dikush e ditë varet nga cila numëron. Me shumë kujdes e nxjerrim kornizën. Edhe ja, shife. E kam mbushme. Këtu kemi pjellje mashkullore. Për shkak se qeliat kanë qenë të deformuara dhe kur nuk janë qeliat si duhet, mbretëresha hedh ves mashkullore. Ja, shifni. Në këtë ashtu e ka kamera. Besoj që po. Edhe anën tjetër e shohim. Ja. Do të thonë korniza e 8 është e mbushur me mis. Nuk do të fokusojmë për ta gjetur mbretëreshën, por arsye se s'ka nevojë. Nuk është qëllimi jon ta gjejmë mbretëreshën, por është qëllimi jon të japim hapësirë. Po e kontrollojmë për çdo eventualitet mos është këtu. Ja mbretëresh. Pas kemi këtu. Ja. Këtu mbretëresh. Ja ku vleshon ves. Shifini. Nuk e dia e kapa. Mashallah. Me që është mbretëresha këtu, do ta skenjoj anash me shumë kujdes, kuptohet. Ja do ta shohim edhe një kornizë mesi. Për shembull kornizën e 4. Edhe kjo është komplet me pjellje të reja.
Në cep më cepa me pjellit e. Këtu kemi vetëm disa qilize emergjente, ose zile si me thonë. Edhe kjo. Kjo nuk shkon lart. Kjo qëndron në vendin e saj ku është. Kur bani kështu, nëse një fillestar është mirë të jenë 2 persona, për arsye se ndihmon shumë, mjafton vetëm me tym, dhe sidomos në kohat me erë, si që jemi sot ne. Do kontrollojmë edhe kornizën e 9. Korniza e 9, çka ka? Edhe kjo është me pjellje të reja, me vlarva. As kjo nuk shkon në katin e dytë. Do të thonë cep më cep, skaj më skaj e kemi në mbushur me pjellje. Çka bëjmë ne? E shohim një kornizë këtu më afër. Ja. Kjo kornizë është e pjekur. Ja. Kjo kornizë shkon në katin e dytë. Në mes. E kthejmë kornizën që i kishim mbretëreshën këtu. Edhe kjo mund të shkojë lart, edhe pse mbretëresha s'prish punë, sepse e zbret poshtë. Janë këtë formë, shohim edhe një kornizë me pjellje të mbyllur. Kjo është më shumë me larva dhe skaje pjellje mashkullore. Kjo patjetër se shkon si kornizë për depo mjalti, por në rakatin e radhës. Edhe kjo është me pjellje të reja. Thuaj se i pam gati gjitha kornizet. Edhe ka pjellje të hapur. Siç duket korniza që ishte mbretëresha, ajo do të shkojë lart. Pjellje të hapur. Pjellje të mbyllur. Nga të dy anët. Edhe kjo shkon lart në kornizë kishim mbretëreshën, s'ka rëndësishëm. E vendosim me shumë kujdes poshtë. Në katin e dytë do të thotë. Në mes. Tash kornizën e re e vendosim si kornizë të dytë. Dikush e vendos si kornizë të 4 dhe të 5, por se unë e përdori këtë teknikë, e vendosi si kornizë të dytë. Dhe kornizën e re të radhës, me që 2 me pjellje shkon poshtë, dhe 2 të reja duhet të vinë poshtë. Thashtë edhe më herët se nuk është paqet të jenë të reja. Unë do t'i vendosi gjitha të reja për arsye se komplet këto kornizat e katit parë, dal nga dal do t'i transferojmë lart. Kur mbyllet pjella, do të shkojnë lart për mjalt dhe pas mjaltit do shkrihen. Ja. E vendosim këtu. Perfekt. I bashkojmë kornizat. Edhe kjo janë shumë e rëndësishme për bletarët e ri, sepse shumë bletarë kur ti shkon nëpër parqe për kontrolle kështu, kanë vendos kornizat, nuk i kanë bashku, pastaj kanë bë hoje. Kur kemi dashur t'i rregullojmë, na kanë bën probleme kështu me radhë. Kështu që kujdes, bashkoni kornizat siç duhet. Okej.
Sa i përket zgjenimit kemi mbaru. Po të kishte qenë afër nektari, ose po të kishte qenë koha më e mirë, pavarësisht se temperaturat nuk kanë qenë mira fare, shpeshherë i vendoste një kornizë, për shembull këtë kornizë e ngriti lart edhe vendosi edhe një këtu. Por pavarësisht se ka gjasa të kemi shi, unë do të mjaftoj me këto dy zgjerime këtu. Tash në kontrollin e radhës, nëse kolonia i ka punu këto dy korniza, atëherë vazhdojmë me ngritjen e dy kornizave tjera lart dhe vendosjen e dy të rejave poshtë. Nëse i afrohemi nektarit të madh që kemi varësisht nga zona ku jeni, mund ta vendosim edhe rrjetën. Por tani është herët për rrjetë, sepse tek ne nektari i madh vjen diku nga 5-10 maj. Do të thotë gati edhe një muaj. Kemi kohë. Mjafton zgjerohet dhe çtohet pjellja më të madhe. Ja këtu i kemi edhe dy korniza të cilat i ngritëm në katin e dytë, kurse gjithë këto korniza tjera janë korniza të reja. Tash edhe më herët nuk është patjetër të jenë të reja, mjafton të jenë të mira dhe të pastra. Nuk është patjetër të kemi 10, mundet me 5, nëse nuk kemi gati dhe jemi në rast urgjent zgjerimi. Me kalimin e kohës i vendosim edhe 5 tjera, më rëndësi është jemi poshtë hapësirë dhe ti tregojmë kolonisë sepse ke vend dhe mos u përgatit për ikje. Me kaq të nderuar, unë e përfundoj këtë video. Nëse keni pas ndonjë paraqartësi ose keni ndonjë pyetje, ju lutem lirisht mund na shkruani në koment. Po ashtu janë të mirëseardhura edhe kritikat. E sidomos nga vletarët me përvojë, sepse kritikat na përmirësojnë dhe na bëjnë më të mirë. Unë ju përshëndes dhe nëse ju ka pëlqyer video, kuptohet, na jepni një like, shpërndani me miq, po ashtu mos harroni në fund edhe një subscribe kanalit. Kontrollin e radhës pas 10 dite. Nëse kolonia i ka punu ato dy korniza, ne i japim 2 të reja poshtë. Mirëmbëjtje nga unë dhe Halili, keni shumë përshëndetje dhe një vit shumë të mbarë. Çdo të mirë.